Në fshatin Kraps, po ndodh një padrejtësi e rëndë që ngre pikpyetje serioze mbi përgjegjësinë institucionale të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Dy banorë të këtij fshati janë detyruar të ndërtojnë me shpenzimet e tyre një kabinë elektrike, pasi sipas tyre, OSHE refuzoi të realizonte investimin duke u justifikuar me mungesë fondesh. Kabina furnizon sot me energji elektrike 10 familje, një shërbim thelbësor që ligjërisht duhet të garantohet nga shteti. Skandali qëndron në faktin se megjithse OSHE faturon rregullisht energjinë elektrike për këto familje, kabina nuk merret në inventarin e saj. E gjithë barra e mirëmbajtjes së riparimeve, sigurisë teknike dhe përgjegjësisë ligjore u lihet dy qytetarëve, të cilët në vend që të falenderohen për zgjidhjen e këtij problemi publik, janë dënuar për gjithë jetën me një investim që nuk u takon. Situata bëhet edhe më alarmante kur banorët deklarojnë se në rast defektesh, punojësit e OSHE-s kanë kërkuar pagesë për ndërhyrje, duke shkelur hapur parimin e shërbimit publik dhe duke abuzuar me qytetarët që tashmë kanë mbuluar një detyrim shtetëror nga xhepi i tyre. Ky është një rast flagrant i braktisjes institucionale, ku përgjegjësia publiko-ligjore i lihet individit, ndërsa institucioni përfiton faturimin por refuzon detyrimet. Po ne kur kemi ardhur me shtëpi këtej, se një nga një kemi ardhur, këtu nuk ishte energji. U detyruam, bëm një gabin vet. E bëm tani shteti nuk e mirëmban. Na thotë që do ta mirëmbani ju. Ne nuk kemi me forca tani atë. Ja japim shtetit. Pa asnjë lek, nuk duam asnjë gjë. Gjithë koston e mbajmë për vete. Shteti vetëm ta mbajmë ne gabinën e kemi vetëm për ndriçim. Nuk e kemi pas në një aktivitet. Kështu që mua nuk ka që më duhet, si që bëjnë të gjithë shtetasit shqiptarë, që u jep shteti, ata energjin, ashtu të më hapi dhe mua. Unë pse të dënoj veten me jetë tani me këtë gabin. Është dënim për jetë ja kam dhe vete, se bëra gabin. Ai thot e ke privat. Për një sigurisë që shikon lartë, ai nuk vjen ta bëj, po si dham në i lek. Nuk vin. Na tham bën një kërkesë për këtë gabin. Dhe gjithashi nuk ne mana asnjë për ta hequr neve na kurrizi edhe t'ja japim shtetit. Sepse kur kemi një defekt, këta nuk vinë të na bëjnë defektin, por kërkojnë 5 lekë që ne ke gabinën privat, edhe pa atë nuk na kemi ndenjur me ditë, me javë, me pa korrent, më në fund kanë ardhur si ajo që i kemi dhënë lekun. I bëjmë thirrje të drejtë për drejt OSHE-s që të marrë menjëherë në inventarin e saj kabinën elektrike të fshatit Kraps, duke marrë përsipër mirëmbajtjen, sigurinë dhe përgjegjësinë ligjore që i takon, shprehen dy banorët. Po ashtu i kërkojmë entit rregullator të energjisë të ndërhyjë urgjentisht, të hetojë këtë rast dhe të ndalojë praktika të tilla që penalizojnë qytetarët dhe të cënojnë besimin te shteti. Energjia elektrike nuk është privilegj dhe as biznes privat i qytetarëve, është shërbim publik dhe përgjegjësia drejt për drejt e institucioneve.